A e dini të nderuar pjesëmarrës titubimi, sa pol zgjedhje i ka mojtë Serbia mas luftës në Kosovë dresa s'ka qeveria ju? A e dini kush? 31 pol zgjedhje i ka mojtë Serbia mas luftës në Kosovë dresa s'ka qeveria ju. E prej këtyre 31 pol zgjedhjeve që i kanë mojtë ata drejt s'ka qeveria jonë, 8 prej tyne kanë qenë në Kosovën e pavarur. 3 referendume i ka mojtë Serbia në territorin e Kosovës, që nga çlirimi i vendit tonë, prej të cilave 2 para shpalljes pavarësisë e 1 mas shpalljes pavarësisë. Prej vitit 2021, e këtej 0 zgjedhje të Serbisë dhe 0 referendume të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Ju e dini që në mandatin e kaluar kemi theksuar 5 çështje. Nonat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia. Këto do të vazhdojnë gjitha. Këto gjitha do të vazhdojnë. Por tash në mandatin e ri do të përqendrohemi në sigurinë dhe rritjen energjetike të Republikës Kosovës. Konkretisht, në termocentralet e Kekut, po vazhdojnë investimet që sigurojnë operimin e tyre edhe për 20 vite të ardhshme, do të arrisim kapacitetin e prodhimit dhe do të ulim ndotjen në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Termocentralit Kosova B, që po modernizohet, do t'ja shtojmë së paku 20% kapacitetin. Pastaj, filterët që do të vendosin aty, do t'a ulin emetimin e pluhurit për 97%, dhe emitimin e oksideve të azotit për 75%, se e di që ju bashkëdhetar, kur vinin vendlinjën e juaj, ndotja që ekziston të ne, ju pengon shumë. Tjetra, njësitë e termocentralit Kosova A do të rehabilitohen thellësisht me një kapacitet shtesë prej 60%. Kapacitetin burime të ripërtrishme do të rritën së paku 3 fish prej aq sa i kemi sot, dhe vetëm nga projektet që tashmë janë proces. E do t'i kemi së paku 305 MW kapacitetet të erës dhe 250 MW të diellit.